27 vjet nga çlirimi i Kosovës, presidenti Begaj shpreh mirënjohje për UÇK-n dhe NATO-n. 27 vjet më parë në Kosovë u vendosën 50.000 ushtarë të NATO-s dhe bashkë me ta edhe administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara. Më 12 qershor të vitit 1999, pas 78 ditë bombardimesh të Aleancës Ushtarake Perëndimore, të udhëhequr nga Amerika kundër caqeve ushtarake serbo-malazeze në Kosovë, në Serbi dhe në Maltëzi, trupat e NATO-s hynë në Kosovë në misionin paqëruajtës që do të quhej KFOR, duke i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare midis popullsisë kryengritëse shqiptare të organizuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave okupuese ushtarake dhe policore serbo-malazeze. E vlerësuar nga ata që e përjetuan si ditë e çlirimit dhe si një ndër ditët më të mëdha të historisë së Kosovës, 12 qershori ndonëse jo e njohur edhe si festë zyrtare, është një ditë ku nga ushtarakët dhe diplomatët botëror do të mbahet mend si një ditë gati konfrontimi midis Perëndimit dhe Rusisë, një ditë siç thuhej që do të mund të niste luftën e tretë botërore. Hyrja e ushtarëve të NATO-s hapi rrugën e kthimit në shtëpit, tokën dhe vendin e tyre mbi 1 milion shqiptarëve të Kosovës, të degdisur refugjat në 10 vende dhe 3-4 kontinente të botës. Deri më tani kanë shërbyer në Kosovë afër 500.000 pjesëtarë të forcave paqëruajtëse të shumë vendeve, kryesisht atyre perëndimore, duke qenë larg familjeve dhe me të dashurit e tyre dhe duke sakrifikuar edhe një nga pjesët e jetës për lirinë, sigurinë dhe paqen në Kosovë. Ndërkohë, presidenti Bajram Begaj përcolli sot urimet për ditën e çlirimit të Kosovës. Në një mesazh në rrjetet sociale, ai u shpreh se liria e Kosovës erdhi në saj të sakrificës sublime të mijëra burrave dhe grave, luftës heroike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe vendosmërisë së aleatëve tanë strategjik. Begaj shprehu mirënjohje ndaj NATO-s që qëndroi në anën e drejtësisë, lirisë dhe dinjitetit njerëzor në një nga momentet më vendimtare të historisë së kombit ton. Po ashtu kreu i shtetit shprehu mirënjohje për luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për sakrificën e dëshmorëve dhe të gjithë atyre që kontribuan për lirinë e Kosovës.